Hadithi dhe kuptimi i tij. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Të urtit janë njerëzit më të nderuar, më të durueshmit, më të shpejtët në falje dhe me sjelljen më të gjerë. Në këtë thënie të tij, Imam Aliu na thotë se nderi i vërtet i njeriut nuk vjen nga pasuria apo statusi, por nga urtësia dhe morali i tij. Imam Aliu thekson se njeriu i urtë dallohet nga 4 cilësi kryesore. Ai është i durueshëm edhe në vështirësi, fal shpejt pa mbajtur inat, ka zemër të gjerë dhe sjellje të mirë, dhe për këtë arsye është më i nderuari mes njerëzve. Urtësia duhet të shfaqet në sjellje, në durim, në falje dhe në mirësi ndaj të tjerëve.